Nga shtuna kur bëri veprimin që shokoi shqiptarët, Jozi ka zgjedhur të mos bëjë zhurmë. Gjysmë finalisti i Big Brother VIP Albania 4 ende nuk ka bërë një postim publik, ndryshe nga hera e fundit kur për fjalën e rënd drejtuar gjestit pati bërë një video duke i kërkuar falje gjithë Kosovës. Ndjej një detyrim shpirtëror, patriotik ndaj gjithë shqiptarëve të Kosovës dhe ndaj familjes gjestit për t'ju kërkuar falje publike për këtë situatë e cila në asnjë mënyrë nuk kishte për qëllim të prek plagën tonë të përbashkët. E kam përmend armikun vetëm si shembull negativ. Por tani kanë dalë disa mesazhe që tregojnë si edhe brenda në Big Brother dy anë të Jozit, komplet të ndryshme nga njëra tjetra. Për gazetarin Redion Shtylla, heshtja e tij është strategji. Pa diskutim, veprimi që bëri Jozi ka kaluar tashmë përdej muret të Bigut, është bërë letrimi një temë kombëtare. Kemi parë që mediat europiane kanë diskutuar si çështje. Pa diskutim që mendoj unë është një strategji për të heshtur le të themi në këtë furinë e madhe që ka publiku në rrjetet sociale, ku mos e shumë ti po gjykohet për veprimin të gabuar që bëri. Edhe herën e parë kur le të themi e thyu gjestin në mënyrën më të keqe, ai qëndroi disa ditë në heshtje dhe pastaj në një video le të themi kërkoi falje për të gjithë le të themi shqiptarët e Kosovës. E këtë herë po besoj që po ndjek këtë strategjinë, duke parë që po poson edhe një rritje në Instagram, mendoj që është një taktikë e tij le të themi për të parë si do të reagoj audiencë vitet e para. Sipas gazetarit, Jozi skaloi me veprimin si rrjedhoje shumë provokimeve që kulmuan me kryqin. Patjetër, Big Brother është një lojë që nuk bëhet le të themi nga një individ, ja shumë individ. Raporti që ka pasur Jozi me gjestin në ditët e fundit, unë i kam ndjekur shumë mirë dhe kam pasur ato gricet. Unë besoj që Jozi ka dashur që le të themi të jetë një lloj rivali kryesor i gjestit për të kapur finalen, dhe sigurisht që ngacmimet gjesti ka të forta, i ka provokative. Unë kam thënë që ai njeri le të themi edhe kur merr ofendime, edhe kur e kanë bërë lehtë si individ, ai sërish qesh për nesër me ata, pra nuk është se ka një qëndrim të ftohtë tek provokimit që merr nga të tjerët apo tek fjalët. Ndërkohë, le të themi veprimet që ka bërë gjesti janë të dënuara, duke prekur sendet personale, duke prekur le të themi kryqin që në varfër që Jozi e ka të shejtë, e ka treguar disa herë, duke le të themi i ngucur Loredat. Sigurisht që ishte një grupollim e të gjithë pikave. Jemi dakord që loja Big Brother kërkon të kesh nerva, por në fund të fundit besoj që edhe provokimi e ka një limit, edhe ku kalon ky limit shikojmë skena të tilla që për mua nuk duhen, por që vinë atpyshëm të një njeriu gjatë nxehtë që është Jozi, në krahasim me gjestin që është më i qetë dhe më i le të themi nuk i hi fellit. Ai pranon çdo gjë, por Jozi këtë gjë s'e ka pranuar. Por situata nuk është aq bardhëzi. Jozi ka një masë që po e përkrah në veprimin e dhunshëm të tij. Pa diskutim, publiku le të themi nuk mund të jetë 100% me dikë, por sigurisht masa më e madhe e dënon aktin e dhunës, çfarëdo lloj forme që mund ta ketë nxitur atë. Akti i dhunës është i dënueshëm për çdo rrethan ose për çdo situatë. Padyshim ka dhe një masë që nuk mund ta përcaktoj, por është një masë që shikohet që e pëlqen le të themi veprimin e Jozit, pasi është ngucur gjatë gjithë kohës nga gjesti, por sidoqoftë unë jam dhe mbështet gjithmonë mendimin që dhuna nuk lejohet. E kemi parë dhe personazhet, tani i bëjnë çoka gjestit, si kemi parë mbështetjen e tyre inekzistente edhe kur ka qenë gjesti në Bigun e Kosovës, ata kanë qëndruar në heshtje, por tani që është bërë një lloj fenomeni i gjestit, të gjithë vrapuan duke e mbështetur, por publiku më së shumti mendoj që nuk e pëlqen dhe nuk e do dhunën. Para se të ndalemi tek mesazhi nga disa biseda private që Jozi ka dhënë, do fokusohemi tek Selami që çoi përmes videos me shokun e Laç. Aty pati një mesazh të koduar. Ishte le të themi një sofër vetëm me djem të ri, me djem të fortë, pra për të treguar që unë jam i rrethuar nga njerëz që kanë forcë, pra duke ju përgjigjur në mënyrë indirekte edhe të gjithë thirrjeve absurde që për mua janë bërë në rrjetet sociale dhe nga personazhe, nga fytyra publike që duke kërkuar Jozi ku je. Kjo në dy aspekte. E para, ata le të themi promovojnë dhunë, dhe e dyta e bëjnë gjestin shumë të ulët, pra e bëjnë si një lloj
më ndjeni për fjalë, por do ta them me bëjnë si femër, pra që Gjesti është i dobët përpara Jozit dhe të timi një ata që do të marrin hakun. Padyshim që në sofrën e burrave kishte edhe këngë që Jozi zërin e ka të bukur dhe le të themi i holli disa humba duke përmendur faqe kuqe, sigurisht që janë detaje që publikut nuk i kanë shpëtuar dhe kanë bërë xhirën e rrjeteve sociale në mënyrë indirekte ai nuk ka reaguar, por kam mjaftuar që shokët e tij ta postojnë në rrjetet sociale, le të themi këtë përqasje ose këtë forcë që ai ka, pra unë nuk jam vetëm, shiko se jam me 30 shokë dhe nuk e kam problem ndoshta për të le të themi për të përballur, por për mua të përballje më shumë bëhen në rrjetet sociale dhe duhet të shohen të mos shkojmë kurrë në gjuhën e rrugës dhe në gjuhën e dhunës. Por e kundërta del në disa biseda të Jozit me një personazh nga Maqedonia i njohur në TikTok. Muhamedin Osmani ka ndarë përpjekjet e tij për të rënë në kontakt me Jozin, të cilat në fund kanë rezultuar me sukses. Vetëm ka thonën kuptom që njerëzina gabojmë, ka njerë hub kontrolla, Allah ju rujt edhe i herë më falni. Do të thotë që numri Jozit është këtu, me emër, me Gmail, me krejt i kum shkrujtën, po në momentin që e thiri me kamerë, nuk e hap kamerën. Që edhe vetë thot pse si bjen me kamerë, se kamera tash është kthehet teksti, pse si bjen me kamerë, e kum thirr 100 herë me kamerë, nuk është që po më thot bile s'po tregosh burr. Gjithsesi, ki ka me kallzu për burniku në pabesi e thejti në besë, a besën e vetë e thejti edhe jam shoj Gjestit në pabesi. Që numri, që tash kam javëqu edhe numrin krejtve. Në biseda shfaqet pendes nga Jozi për veprimin e bërë, si shprehet pasi ka humbur kontrolla. Fotografia është e Jozit, që në momentin ku thot s'po tregosh burr. Pse si bjen me kamerë, 100 herë kum thirr me kamerë, nuk e qel me kamerë. Që ku thot këtu njerëzina gabojmë ka njëherë, hub kontrolla, Allah ju rujt. Mërmër i pa besë. Jo unë që jam i Shkupit, po edhe shumica që janë krejt Shkupit, besoni që nuk kanë për me lanë Jozin për me hy në Shkup. Le mo qëfar Shkupi, as Maqedoni s'kan me lanë për me hy. Numri dhe fotografia janë nga kontakti personal i Jozit që para hyrjes në Big Brother. Kjo tërheqje ka një qëllim prapa sipas gazetarit Shtylla. Sigurisht askush nuk e do le të themi të marrë atë urrëtien e madhe dhe gjykimin në masë siç po e merr Jozi me të drejtë për veprimin që bëri, pasi edhe veprimi që e bëri në mënyrë të pabesë, nuk është se kishte një lloj ballafaqimi barbrokan me Gjestin, por e pa aty le të themi në një qos të derës dhe e goditi. Videoja unë e komentova dhe fola qartë që i donte të tregonte që shikon kam miq, kam forcë, nuk jam i vetëm. Dhe nga ana tjetër është e çuditshme nëse realisht është edhe ti po thua që është numri Jozit, ndoshta ai do të shuaj le të themi të gjithë polemikat që janë ngritur, apo të gjithë këtë le të themi inat kundër tij, do që të uli gjakrat dhe të mos shkojnë më tej në situata apo dhe në reklama apo dhe në ngjarje që mund të kenë pasojë edhe më të këqija. Padyshim që veprimi i tij mund të ketë ardhur i nxituar nga inati, ndoshta dhe i provokuar nga banorët aty që jetonin Gjestit mos e hap derën. Jozi e ka treguar që është gjak nxehtë dhe le të themi ishte një situatë që i ka dalë nga duart dhe e mira është nëse do të kërkonte faljen ai drejt për drejt, jo nëpërmjet mesazheve. Besoj që do ta fitonte le të themi një lloj respekti dhe një lloj pendesi që ai do ta bënte. Besoj që do të shuante të gjithë të vorbullon dhe të gjithë të gjykimin me shpata që po i bën si në rrjetet sociale, si në emisionet dhe kudo që po kryhet për Big Brother. Por çfarë jedhe do ketë këngjarë tutje, opsioni më i mirë është kërkim falja. Unë mendoj se më së shumti gjithë kjo tymnaj bëhet në rrjetet sociale dhe në realitet gjithë secili shikon jetën e tij, pra ka të rutinën. Më shumë besoj që fryhet nga rrjetet sociale gjithë kjo lloj burrërie ose gjithë kjo lloj krenarie për të vënë dinjitetin. Se kush e humbi dinjitetin të se kuptoj unë, për gjithsesi lojra të tilla në Big Brother, le të themi, i kalojnë murin e shtëpisë së Big Brother dhe përfshin edhe persona. Unë shpresoj shumë që Jozi me të vërtetë do të fitonte pikë dhe do thonte isha i le të themi i gjak nxehur, isha i provokuar, nuk durova dhe është një veprim që nuk duhet bërë. Besoj që në këtë mënyrë e tregon edhe një lloj burrërie, se besoj që ai veprim që bëri Jozi është për ta pushtruar
gjesti dhe për të treguar pra një lloj krenarie burri që nuk i humbet digniteti në një lojë, pasi le të themi mund të jetë ndjer i tallur nga gjesti ose mund të jetë ndjer keq që nuk preku finalen, janë brenda një loje dhe ta mbyllin brenda asaj loje dhe të mos vijoj më gjithsecili të shikoj dhe temi rrugtimin e tij dhe të marrin më të mirat e këtij formati.